për sot. Pra, apo blim më shumë, por marrim më pak. Në një vend ku çdo muaj paguajmë më shumë, por çdo muaj marrim më pak. Dhe këtu lind pyetja, kush po fiton dhe kush po humb? Pse arka e marketit është gjithmonë më e rëndë se shporta e qytetarit? Konsumatorit, po. Sot, për shembull, qytetarët në përgjithësi ndodhen në një paradoks. Çmimet rriten, paketimet zvoglohen, cilësia Bie. do themi që bie, dhe askush nuk jep llogari për këtë. Pra miqdashur, do të na shkruani në lidhje me këtë temë, sepse sot do t'i futemi nga koka te këmba për të analizuar këtë temë, edhe shqetësimet tuaja që i keni. Shumica e kompanive luajnë me gramaturën, produktet që duke njësoj, por kanë më pak brenda, shërbimet që kushtojnë më shumë, por ofrojnë minimalen, dhe rezultati qytetari po bëhet konsumator i varfër në një treg të pasur. Pra miqdashur, sot pyesim, apo blejmë më shumë, apo marrim më pak? Apo kush është ai që na e ul cilësinë, ose kush po na e rrit çmimin? Dhe më e rëndësishmja, kush na mbron ne në këtë vend?